Përshëndes televizionin Klan Kosova, të dy gazetarët që kishin marrë në intervist avokatin e nderuar Spartak Gjela. Ai trajtoi lëvizjet politike të shqiptarëve si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, Ljubinë e Preshevës, ku i trajtoi në mënyrën politike, diplomatike dhe për zgjidhje. Unë ndjeva mirë që avokati i nderuar Spartak Gjela po flet fuqishëm dhe po trajton çështjen e çamërisë për zgjidhje. Njëkohësisht, edhe gazetarët i bëjnë disa pyetje, por avokati ishte shumë i kujdesshëm në dhënien e përgjigjeve. Përgjigja ishte kjo: Kombi shqiptar, mik tradicional, kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku i bëre një krahasim. Në Kosovë janë trupat amerikane, po unë do t'i them avokatit dhe Klan Kosovës dhe gazetarit dhe gazetares që edhe ushtria amerikane është në territorin e çamërisë, që është 7500 km². Nuk janë kota ata atje. Kështu që gjërat po lëvizin bukur. Ju përshëndes dhe i them Klan Kosovës, merren në intervistë presidentin e Republikës Tasim Mehmeti. Masi unë jam pasuesi i herojit të çamërisë Fesim NATO, gëzuar dhe ecën shqiptar në shekullin tuaj. Faleminderit.